Moska reagon pas paremërimeve të Trumpit të liderëve evropian. Nuk kemi frikë nga sanksionet. Moska zyrtare ka reaguar menjëherë pas ultimatumit nga presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump dhe udhëheqësit evropian për sanksione të ashpra nëse Rusia refuzon të bjerë dakord për një armë pushim 30 ditor me Ukrainën. Reagimi i parë nga Moska erdhi nëpërmjet zëdhënësit Kremlinit Dmitri Peskov, i cili sqaroi se Moska është mësuar tashmë me sanksionet, raportoi agjencia TASS. Ne dim se çfarë duhet të bëjmë që të minimizojmë ndikimin e tyre. Tani kemi mësuar ta bëjmë mirë. Nuk ka kuptim që ata të përpiqen të na trembin me këto sanksione, tha Peskov. Ukraina nuk është gati për bisedime me Rusinë për t'i dhënë fund luftës, shtoi Peskov në një intervistë me ABC News. Për momentin trupat ruse po përparojnë, theksoi ai. Ai gjithashtu pohoi duke komentuar praninë e udhëheqësve të lartë evropian në Kiev dhe disa u shqetësuan nga prania e shumë udhëheqësve në festimet e ditës së fitores në Moskë, presidenti kinez Xi ishte mes pranishmëve. Kujtojnë se në takimin e udhëheqësve të aleancës së vullnetshme të mbajtur më parë në Kiev, udhëheqësit evropian me mbështetjen e presidentit Donald Trump ranë dakord për një pushim 30 ditor në Ukrainë pa kushte nga 12 maj, duke kërcënuar presidenti rus Vladimir Putin me vendosjen e sanksioneve të reja masive nëse ai nuk i zbaton ato. Njoftimi u bë nga udhëheqësit e Britanisë, Francës, Gjermanisë, Polonisë dhe Ukrainës pas takimit të tyre gjatë të cilit ata patën një bisedë telefonike me presidentin Trump, madje duke pretenduar tani se topi është në fushën e Rusisë.